Mbyllja e vitit të parë të sistemit part-time të shkollës pedagogjike ka nxjerrë në protestë nxënësit, shumica e të cilëve janë emigrantë të kthyer së fundmi në atë dhe, si edhe persona të punësuar. 82 nxënësit e vitit të parë thonë se ka nisur normalisht mësimi në 2 degët menaxhim turizëm dhe agronomi bujqësi, por prej disa ditësh procesi mësimor është ndërprer. Tashti na mbajtën 2 muaj në shkollë dhe pa pritur erdhi një urë mbas 2 muajsh që ne na përjashtojnë nga shkolla për motivin sepse nuk do ministria, nuk do arsimi, këte nuk e dim. Ne kemi shkuar të drejtoria e arsimit, e kemi kërkuar të problem, kemi kontaktuar dhe me drejtorin e arsimit, na ka thënë drejtori i arsimit, që këtë problem do ta shikojmë ne. Edhe nuk ka bërë asgjë, kur këto diploma nuk vlejnë. Pse nuk e mbyllin shkollën komplet, nga viti 4, viti 3, viti 2, pse i gënjeni njerëzit i binin në shkollë, kur do diploma janë të pavlefshme. Kemi qenë në emigracion, jemi rikthyer, duam të vazhdojmë shkollën. Berati është një vend turistik, pse mos të vazhdojmë një shkollë dhe ne? Sepse profesionale, nuk kemi pasur mundësi të vazhdojmë çdo ditën dhe të vazhdojmë natën. Sa muaj bët këtu? 2 muaj, po, 2 muaj. Në degën hoteleri turizëm. Unë jam në punë, nuk mundem ta vazhdoj ditën, po bëja part-time. Mbyllja e vitit të parë të pedagogjikes Kristo Isak është bërë me vendim të drejtorisë së arsimit dhe e formimit profesional pranë Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për nivel të dobët të nxënësve që frekuentonin këtë shkollë.